merret me njolla, merret me biografi një lloj si etrit e tij. Sulmon një avjesht njërin apo tjetrin personazh se mori fjalen, apo pse dhe tha një parull që s'do ta thoshte ta zem. Shpall non grata i zonjë, sepse kishte një foto me Ahmedinexhadin. Po më lejoni të të pyesur pak, të tregoj një gjë qytetar. Kam qenë kryeminist në pushtet, kur shërbimet e huaja më informojnë se Edi Rama ka shku në Teheran dhe është taku me Ahmedinexhadin dhe se Elion Veliaj e ka bërë atë rrugë disa herë. Dhe natyrisht, nga hetimet e organeve kompetente doli se të paktën në një rast, Rama kishte shku në Internacionalen socialiste të mbledhur në Teheran nga Ahmedinexhadi. Pra, çfarë do thot kjo? Shpall një zonjë non grata, sepse, siç e shpjegoj, ka marrë një medalje si lexuese e Kuranit nga fetare, një konferencë fetare.